Vllaznia në volejboll për meshkuj ka arritur një fitore të rëndësishme duke mundur 3-2 Tiranën, ndeshje e luajtur në Pallatin e Sportit Qezim Dervishi për llogarit Kupës së Shqipërisë. Një sfidë dy luftuar, plot rivalitet, emocione dhe pse jo edhe dramatike, kur kemi parasysh se 2 setet e parë u fituan nga Tirana dhe më pas kur pritej fitoria 0-3 për Bardhë Blut, është Vllaznia që përmbys gjithçka duke fituar 3 sete rradhazi. Referuar ecurisë së takimit, Tirana e drejtuar nga Arben Sako fiton me vështirësi setin e parë 22-25, ndërkohë që fiton me lehtësi 10-25 të dytin. Kuqeblut e Vllaznisë e drejtuar nga Artan Kalaja nuk dorëzohen, duke fituar setin e tretë 25-22 rihapin takimin. Seti 4 është jashtëzakonisht i rivalizuar dhe në fund Vllaznia fiton 26-24, duke barazuar me sete. Finalja e setit të 5 ka gjithçka brenda, rivalitet, emocione dhe dramacitet, kur Vllaznia tërgohet më saktë duke fituar 16-14 dhe të gjithë ndeshjen 3-2. Presidenti i Vllaznisë në volejboll Aleksandër Leqeza pas kësaj fitore është shpreh i kënaqur me skuadrën dhe deklaron se Vllaznia është pretendente në 3 fronte: kampionat, kupë dhe ligën Gjergj Kastrioti. Në volejboll pjesa e dramës është gjithmonë prezente, sepse vetë loja e volejbollit ka mundësi pafund për ta bërë dramatike. Dhe nëse do flas në lidhje me këtë element të volejbollit, ndoshta kjo ishte ndeshja që e vërtetoi 100%. Pasi u fillu me një lojë që nuk ka të bëjnë ndoshta edhe me nivelin aktual të skuadrës, siç ishte edhe për skuadrën kundërshtare, dhe u rikthye në nivelin e duhur duke bërë prezent aftësitë individuale dhe të grupit në përgjithësi. Gjithë ajo produkt i punës që ne kena bërë gjatë kësaj kohe. Për kampionatin, që është edhe objektivi kryesor i joni, mundësit janë mjaft të mëdha dhe nëse ne arrim të gjejmë edhe mekanizmin e gëshëtimit më të mirë të lojtarëve, të aftësive individuale secilit, them që do e arrim. Trajneri i Tiranës Arben Sako përgëzon Vllaznin për shpirtin e garës, ndërsa ka kritika për lojtarët e tij. Pikë së pari ju uroj për këtë intervistë, sepse tani është bërë si tradit duke ju uruar, por e vërteta është e vërtet sepse jeni televizori që shpalosni më shumë sportet vedor dhe volejbollin veçanti. Për sa i përket pyetjes tuaj, me pak fjalë ishte me 2 tablo. Një tablo e parë 2 sete që i fituam me Binçu dhe 2 sete, 3 sete që patëm oscilacione të mëdha dhe si rrjedhoi erdhi dhe humbja. Por unë gjej rastin ta falenderoj ekipin e Vllaznisë se bëri një ndeshje shumë digjitoze, ndërsa djemtë e mi unë do bëj një analizë të hollësishme të hënën në stërvitje dhe do të zgjerim defektet dhe do mundohemi t'i riparojmë. Por skuadra ime duhet të ketë parasysh që oscilacionet është ndeshja 2 që ka oscilacione kaq të mëdha.